Kryetari I lidhjes së sindikatave Slobodan Trendafilov ka dënuar ashpër për sulmet politike si që quan ai nga VMRO DPMNE. Ai thot se në asnjë demokraci, por vetëm në raste si Bielorusia, qeveria nuk sulmon politikisht një organizatë sindikale vetëm sepse kërkon që paga minimale të rritet në 500 euro. Aktualisht, sipas Trendafilovit, zyrtarët partijak në rolin e drejtorëve po ushtrojnë presion mbi të punësuarit në institucione publike, duke ju kërkuar për të bashkuar organizatave sindikale paralele të parëndësishme me qëllim që lidhja e sindikatave të mos I plotësoj kërkesat për të konsideruar sindikat legjitime. Nije Soјuzот на синдикатите на Македонија. LSM priste që qeveria të ishte mirë kuptuese, para që morëm ishim sulmet bazë nga VMRO DPMNE, që është e papranueshme në një shoqëri demokratike. Qeveria aktualisht është në kërkim të një partneri sindikal të porositur dhe dëshiron të përjashtoj LSM nga Këshilli Ekonomik dhe Social. Unë nuk e dija që isha aq I fortë sa mund të bashkoja gjithë opozitën për të qëndruar pas meje, dhe se qeveria do të kishte frikë dhe do të donte të më eliminonte. Nuk I kemi zgjedhur ne, nuk I paguajmë që të punojnë kundër interesave të punëtorëve. Trendafilov bëri të ditur se do të ketë protesta të mëdha më 2 dhe 7 prill, nëse nuk arrihet marrëveshje. Nije Soјuzот на синдикатите на Македонија. Kryesia e LSM sikurse e bën vitin e kaluar më 2-7 prill dhe më 1 maj ka shumë mundësi që nëse nuk ka marrëveshje të dalim në protesta si vitin e kaluar dhe të tregojmë se ne punëtorët po e kthejmë klasën punëtore në derën e madhe, duke pasur parasysh se po përpiqen që të na bëjnë atë që na bën paraardhësit e tyre. Trendafilov tha se lidhur me këtë situatë do të kërkojnë ndihmë edhe nga sindikatat europiane dhe ndërkombëtare.